98 kandidat kanë aplikuar për 60 kuota që ofron Dega Master Psikologji Shëndeti pranë Departamentit të Lëndëve Mjekësore në Shkodër. Shefi i Departamentit të Lëndëve Paraklinike në Universitetin Luigjë Kurakuqi, Julian Kraja, tregon se kanë aplikuar për të shtuar kuotat edhe me 20 vende të tjera. Tek masteri profesional Psikologji Shëndeti, ashtu si edhe vjet, kemi rreth 98 aplikime, ku fitues normalisht janë 60, por kemi kërkuar edhe 20 kuota shtesë, kështu që do të ketë 80 fitues për këtë program studimi. Jo vetëm ndjekja e studimeve në nivel bachelor për infermieri, fizioterapi e mami, por edhe niveli master mbetet të jetë i kërkuar, thot Kraja. Kjo lidhet me tregun e punës dhe aspektin psikosocial, i cili gjithnjë më tepër kërkon profesionist. Është një master i suksesshëm ku studentët gjajnë vetveten sepse nuk përfshihet pjesa fizike, por mbi gjitha pra shikohet edhe pjesa psikosociale e njeriu që dash pa dash në shoqërinë tonë dhe në shërbimet shëndetësore po anashkalohet. Degët e mjekësisë në Shkodër janë plotësuar me të gjitha kuotat që ofrojnë, ndërkohë që tashmë po bëhen përzgjedhjet për kuotat që ofron niveli master.